Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luzi. Investimet të huaja direkte në Shqipëri arritën rreth 1.2 miliard euro në 9 muaj. Pasurit e paluajtshme mbeten sektori kryesor, por tregtia regjistroi bumin më të fortë duke u dyfishuar nga tremujori i dytë. Në total, pasuritë e paluajtshme, financat, sigurimet dhe tregtia përbëjnë rreth 65% të investimeve të huaja direkte. Të huajt e shtetasit e tjerë jo rezident kanë investuar rreth 1.2 miliard euro në Shqipëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, investimet e huaja direkte u rritën me 4.4%, krahasuar me periudhën janar-shtator të 2024-s. Tremujori i tretë i këtij viti ka shënuar një rekord historik prej 449 milion eurosh investime të huaja, duke u rritur me 12.8% llogaritur me tremujorin paraardhës. Pasuritë e paluajtshme vijojnë të jenë sektori më tërheqës për të huajt. Megjithatë, surpriza qëndron në tregtinë me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorcikletave, sektor me një kapërcim investimesh nga 30 milion euro në tremujorin e dytë, në 70 milion euro në tremujorin e tretë. Ky është aktiviteti ekonomik që ka parë një bum investimesh të huaja në korrik shtator. Gjithashtu edhe ndërtimi po shihet si një sektor me shumë potencial nga të huajt, i cili rezulton me një rritje më të madhe investimesh se sektori i tregtisë. Nga ana tjetër, megjithatë aktivitetet financiare dhe të sigurimet janë sektori i dytë me më shumë investimeve të huaja, pas atij të pasurive të paluajtshme. Vlera e tyre rezulton të jetë fiksuar në 72 milion euro, pas një ndryshim pas rënies në fillim të vitit. E thënë ndryshe, pasuritë e paluajtshme përbëjnë 33.4% të totalit të investimeve të huaja direkte në Shqipëri në tremujorin e tretë, ndjekur nga riparimi i mjeteve dhe tregtia me shumicë e pakicë me 15.6%. Aktivitetet financiare dhe të sigurimit zënë 16% të investimeve, industria nxjerrëse 8%, energjia elektrike, gazi dhe uji 7.6%, ndërtimi 5.8%, ndërsa industria përpunuese apo informacioni dhe komunikacioni renditen me 4.2% dhe 3.6%. Megjithëse industria nxjerrëse dhe ajo përpunuese përthithin investime të konsiderueshme, tremujori i tretë ka shënuar një bilanc negativ për këto dy sektor. Statistika tregojnë një rënje të investimeve në 36 milion euro për industrinë nxjerrëse dhe 19 milion euro për atë përpunuese. Ndërkohë, sektori i energjisë elektrike, gazit dhe ujit vijon të performojë mirë përsa i përket tërheqjes së investimeve nga jashtë. Vetëm 3 sektor, pasuritë e paluajtshme, financë, sigurime dhe tregti, përbëjnë rreth 65% të totalit të investimeve të huaja direkte në tremujorin e tretë 2025. Shoqata Narea ngresh qëtësimin për vonesën e dekretimit nga Presidenti i Republikës të ligjit për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Sipas shoqatës, zvarritja po pengon hyrjen në fuqi të ligjit, nxjerrjen e akteve në ligjore dhe po krijon pasiguri në treg, duke prekur drejt për drejt qindra mijëra familje shqiptare. Shoqata Kombëtare e Agjentëve të Pasurive të Paluajtshme Narea ngresh shqetësimin për zvarritjen e procesit të dekretimit të ligjit për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, i miratuar më 12 dhjetor të këtij viti. Sipas Nareas, ligji është rezultati një pune intensive 12 mujore në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, Komisionin e Ekonomisë dhe Financave dhe ligjvënësit, ndërsa prej më shumë se një viti e gjysmë pritej miratimi i tij përfundimtar. Ky ligj pritet të kenë ndikim të drejtë për drejtë për rreth 500.000 familje shqiptare, të cilat do të kenë mundësi të rivlerësojnë pasuritë e tyre sipas vlerës reale të tregut. Po ashtu, Narea thekson se zbatimi i ligjit do të krijojë kushte për alternativa më të përballueshme strehimi për 10 mijëra familje të tjera. Shoqata shpreh shqetësimin për vonesën e dekretimit, e cila po sjell shtyrjen e botimit në fletoren zyrtare, vonesë e hyrjes në fuqi prej datës 1 janar 2026, si dhe bllokimin e nxjerrjes së akteve nënligjore, duke krijuar pasiguri në sektor dhe vështirësi për qytetarët. Edhe pse Narea ka shprehur rezerva për nivelin e tatimit 5% për banesat dhe për zbatimin e amortizimit 1% në vit sipas vjetërsisë, ajo thekson se një vonesë e mëtejshme do të kishte nevoja edhe më negative në treg, i cili prej 18 muajsh përballet me presione inflacioniste.
Në përfundim, Narea i bën thirrje institucioneve që ligji të dekretohet sa më parë, të botohet në fletoren zyrtare dhe të hyjë në fuqi, si dhe kërkon angazhim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse për nxjerrjen e akteve nënligjore dhe udhëzimeve të nevojshme për zbatimin e tij. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bëri të ditur se janë dhënë mbi 260.000 certifikata pronësie gjatë vitit 2025 ose 53% më shumë se një vit më parë. Rritja vjen si rezultat i digitalizimit të proceseve dhe thjeshtimit të procedurave administrative. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bëri të ditur se janë dhënë mbi 260.000 certifikata pronësie gjatë vitit 2025. Ky numër shënon një rritje prej 53% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja vjen si rezultat i digitalizimit të proceseve dhe thjeshtimit të procedurave administrative. Lëshimi i certifikatave të pronësisë konsiderohet një hap i rëndësishëm për garantimin e sigurisë juridike të pronës, si dhe për nxitjen e investimeve dhe zhvillimit ekonomik në vend. Të gjithë këto tituj pronësie përfshin apartamente, dyqane, garazhe e ambiente të tjera, të cilat do të jenë pjesë e qarkullimit civil dhe pronarët e tyre mund të shesin, dhurojnë, trashëgojnë apo t'i përdorin si garanci për kredi hipotekore pranë bankave të nivelit të dytë. Ndërkohë, shërbimi elektronik lëshim certifikat pronësie u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve që të dërgojnë online një aplikim për pajisje certifikate pronësie. Për çdo pasuri të paluajshme, të regjistruar në kartelën përkatëse, për të vërtetuar të drejtat e pronësisë apo të drejtat e tjera reale, të krijuar në bazë të akteve të ndryshme ligjore, lëshohet vetëm një certifikat. Kjo certifikat i lëshohet pronarit të vetëm të pasurisë ose njërit prej pronarëve në rastet e bashkëpronësisë të autorizuar rregullisht sipas legjislacionit në fuqi. Kërkesa për kryerjen e një shërbimi nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës bëhet nga kërkuesi vetë ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij, noteri apo asistenti i noterit. Po kështu, çdo tarif për shërbimin në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës paguhet në llogarinë bankare të agjencisë. Nga janari në fund të nëntorit, konsumi në vendin ton ka pasur rritje të ndjeshme. Kjo ecuri e kënaqshme që është ndikuar edhe nga ecuria e sektorit të turizmit ka dhënë efekte të ndjeshme edhe për arkën e shtetit. Sipas të dhënave zyrtare për gjatë 11 mujorit, të vëshoja e arkëtuar në buxhet u rrit me 89 milion euro krahasuar me një vit më parë. Viti 2025 ka shënuar një rritje të konsiderueshme të konsumit në vend. Qytetarët shqiptar, por edhe turistët e huaj kanë shfaqur tendencën për të shpenzuar më shumë për produkte dhe shërbime për gjatë periudhës janar-nëntor 2025. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar është zëri me performancën më pozitive pas tatimit mbi të ardhurat personale në të hyrat tatimore në 11 mujor. Konkretisht, të ardhurat nga TVSH e arkëtuar neto u realizuan në shumën 63.6 miliard lek, apo rreth 636 milion euro. Në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, janë mbledhur afro 89 milion euro më shumë, apo 16.3% më shumë. Po ashtu janë arkëtuar 23 milion euro ose 3.7% më shumë se plani i periudhës. Rimbursimet e dhëna për periudhën janar-nëntor 2025 janë në shumën e 224 milion euro. Ndër faktorët që kanë ndikuar në këtë performancë është rritja graduale e numrit të turistëve në vendin ton, të cilët përpos interesit për zonat bregdetare, kanë pasur interes të shtuar për zonat historike dhe malore. Duke qenë se linjat ajrore low cost ofrojnë çmime të lira biletash, agjenci të ndryshme organizojnë udhëtime me guida për turistët. Po ashtu edhe kushtet atmosferike kanë qenë favorizuese, duke bërë që turizmi të prodhojë konsum të lartë në të gjitha sezonet. Ndërkaq, një faktor tjetër që ka ndikuar në këtë performancë pozitive të ardhurave ka qenë dhe reforma e pagave në administrat për një sër kategorish që paguhen nga buxheti i shtetit, duke u dhënë kështu më shumë mundësi qytetarëve për të shpenzuar. Kjo reformë ka vënë në lëvizje edhe sektorin privat, duke nxitur në mënyrë indirekte rritje të pagave, çka ka sjellë dhe konsum të shtuar. Nga ana tjetër, një përqindje inflacioni më e stabilizuar për gjatë këtij viti është reflektuar në më shumë konsum.
Rritja e pagës minimale pritet të rrisë të ardhurat e punonjësve, por njëkohësisht poshton shqetësimet për bizneset. Ekspertët paralajmërojnë se fasonerit dhe bujqësia janë dy sektorët që do të ndjejnë më fort rritjen e kostove me rrezik për humbje kontratash dhe shtim të informalitetit. Rritja e pagës minimale pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm te të ardhurat e punonjësve, por edhe te kostot e bizneseve, veçanërisht në disa sektor kyç të ekonomisë. Ekspertja e punësimit Gërtjana Hasalla paralajmëron se jo të gjitha fushat do ta përballojnë njësoj këtë rritje page. Ka të paktën dy sektorë në Shqipëri, të cilët realisht do preken më fuqishëm nga rritja e pagës minimale, janë ato që janë prekur deri tani nga rritja e pagës minimale, po kjo rritje e re do ndikoj dhe tek ta. Dhe këtu flasim për sektorin e fasonerive dhe për sektorin e bujqësisë. Për fasonerit veçanërisht sepse do rrisi koston e prodhimit për secilën copë që ato bëjnë. Dhe mund të ndodhi që duke rritur koston e prodhimit, ato mund të ndërpriten patjetër edhe kontratat që kanë me agjentët e tyre të huaj ose kompanitë e huaja, të cilat e kërkojnë shërbimet. Sepse mund të gjejnë diku tjetër krah pune më të lirë, dhe do bëhet më vështirë që të shndrojnë Shqipërinë krahasime duke shkuar diku tjetër. Përveç industrisë së fasonerisë, një tjetër sektor që pritet të ndjejë fort pasojat e rritjes së pagës minimale është edhe bujqësia, ku struktura e punësimit dhe informaliteti mbeten problematika të hershme. Ndërkohë që sektori i bujqësisë ka dy problematika kryesore. E para sepse nëse rritet paga minimale, pritet një rritje edhe e punonjësve të punës sezonale, që vijnë këtu për të bërë punët sezonale që bëhen në bujqësi, ose që shkojnë nga njëri qytet në tjetrin në Shqipëri për të bërë punët sezonale. Pra, do bëhet më e lartë kostoja e një punëtori sezonal dhe pritet të ketë ndikim edhe në pagesën e tij ose të saj, për aq kohë sa në bujqësi do ketë nevojë gjithmonë për krah pune. Dhe e dyta, ndodh shumë shpesh në bujqësi që mund të sigurohet ndoshta vetëm një person në familje, po ndërkohë pjesëtarët e tjerë të familjes në ekonomi familjare zakonisht është gjithmonë brenda familjes, nuk sigurohen. Dhe do ndodhi që me rritjen e kësaj pagës minimale do duhet që ndoshta edhe ky personi që tashmë sigurohet do heqë dorë fare nga sigurimet dhe të punojnë në mënyrë informale. Hasalla thekson se pa politika mbështetëse për bizneset dhe forcim të kontrolleve, rritja e pagës minimale rrezikon të shtojë kostot, të ulë konkurrueshmërinë dhe në disa raste edhe informalitetin në tregun e punës. Qeveria ka çuar për ratifikim marrëveshjen ndryshuese të financimit me Komisionin Evropian dhe Kosovën, që formalizon 3.6 milion euro fonde të Bashkimit Evropian për vitin 2025 në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027. Programi synon projekte të përbashkëta në zonën ndërkufitare. Këshilli i Ministrave ka çuar për ratifikim në Kuvend marrëveshjen ndryshuese numër 1 të financimit mes Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027. Në thelb, ky ndryshim formalizon angazhimin financiar të Bashkimit Evropian për vitin 2025 në shumën 3.6 milion euro, siç parashikohet në shtojcën e marrëveshjes së financimit të ratifikuar më herët. Në total, programi ka buxhet të vlerësuar 9.734.116 euro dhe kontributi maksimal i BE-s është përcaktuar 8.4 milion euro. Projekti parashikon që financimi çdo nisme të mbështetur të jetë në raportin 85% grant i Bashkimit Evropian dhe 15% bashkëfinancim, që duhet të mbulohet nga vetë përfituesi që do të zbatoj projektin. Për periudhën 2025-2029 vlerësohet se Shqipëria mund të përfitojë rreth 4 milion euro, ndërsa bashkëfinancimi indikativ llogaritet rreth 600.000 euro i shtrirë në vite. Fokusi i programit është të nxjisë marrëdhënie të mira fqinjësore dhe integrimin evropian, duke dhënë ndikim konkret në zonën ndërkufitare përmes përmirësimit të mbrojtjes dhe ruajtjes së burimeve mjedisore dhe zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm kulturore natyror. Zona e përfitimit përfshin nga ana shqiptare qarkun Kukës dhe qarkun Lezhë, ndërsa nga ana kosovare rajonin ekonomik jugor dhe rajonin ekonomik perëndimor, me bashki si Prizren, Pej, Gjakov e të tjerë. Relacioni nënvizon gjithashtu se programi po vijon sipas planit të punës, së miratuar nga Komiteti i Përbashkët i Monitorimit
me aktivitete promovuese e informuese, ndërsa thirrja e parë për projekt propozim është hapur në shtator. Sa i përket hyrjes në fuqi, ndryshimi i marrëveshjes parashikohet të aktivizohet pas përfundimit të procedurave të brendshme ligjore të dy përfituesve dhe Komisioni Evropian do të njoftoj datën përfundimtare, e cila sipas dokumentit nuk duhet jetë më vonë se 31 dhjetor 2026. Në mbyllje të vitit të gjithë bëjnë një bilans për ekonominë e tyre. Në rajonin tonë, shqiptarët mund të konsiderohen më optimistët, ndryshe nga qytetarët e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, që vlerësojnë situatën ekonomike si të keqe ose shumë të keqe. Të dhënat që sjell kronika në vijim janë publikuar së fundmi nga Barometri i Ballkanit. Perceptimi i qytetarëve për gjendjen e ekonomisë në Ballkanin Perëndimor mbetet dukshëm negativ. Të dhënat më të fundit të Ballkanit të Barometrit tregojnë se shumica dërmuese të anketuarve e vlerësojnë situatën ekonomike në vendeve të tyre si shumë të keqe ose të keqe, duke reflektuar shqetësime të forta për standardin e jetesës, fuqinë vlerëse dhe pasigurinë ekonomike. Ajo që bie veçanërisht në sy është fakti se asnjë qytetar në Ballkanin Perëndimor nuk e vlerëson gjendjen e ekonomisë si shumë të mirë. Në Shqipëri, perceptimi i qytetarëve mbetet kryesisht negativ. 61% e të anketuarve vlerësojnë situatën ekonomike në gjendje jo të mirë. Konkretisht 35% e shohin situatën si mjaft të keqe dhe 26% si shumë të keqe. Nga ana tjetër, një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve shpreh neutral, ndërsa vetëm 4% e shohin ekonominë si mjaft mirë. Situata më e rënduar perceptohet në Bosnjë-Hercegovinë, ku 62% e qytetarëve e konsiderojnë situatën ekonomike shumë të keqe, përqindja më e lartë në të gjithë rajonin. Vetëm 1% shprehen se gjendja është mjaft e mirë, ndërsa 27% e cilësojnë ekonominë mjaft të keqe. Kjo tregon një nivel të lartë pakënaqësie dhe mungesë besimi në përmirësim afatshkurtër. Në Serbi, 70% e qytetarëve konsiderojnë ekonominë në gjendje të keqe, ku 41% e cilësojnë si mjaft të keqe dhe 29% si shumë të keqe. Vetëm 5% shprehen pozitivisht, ndërsa 1/4 mbajnë qëndrim neutral. Edhe në Kosovë perceptimi është kryesisht negativ, me 69% e qytetarëve që vlerësojnë ekonominë si të keqe ose shumë të keqe, ndërsa 29% mbajnë një qëndrim neutral. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut situata është e ngjashme, ku 72% e të anketuarve shpreh negativisht për gjendjen ekonomike. Nga ana tjetër, në Malë të Zi vlerësimet negative ndahen pothuajse në mënyrë të barabartë, ka 36% secila, duke çuar totalin e perceptimit negativ në 72%. Edhe pse shumë kompani të vendit nuk janë të përfshira në tregun digjital, Shqipëria në këtë drejtim renditet mbi mesataren e rajonit me 26% të shitjeve online. Sipas Ballkan Barometer 2025, në rajonin ton, vetëm 20% e bizneseve shesin produkte ose shërbime online. Pavarësisht rritjes së përdorimit të teknologjisë dhe platformave digjitale, bizneset në Ballkanin Perëndimor vazhdojnë të mbeten prapa në shitjen dhe blerjen online. Sipas të dhënave të Ballkan Barometer 2025, vetëm 20% e kompanive në nivel rajonal deklarojnë se shesin produkte ose shërbime përmes internetit, ndërsa shumica dërmuese, 80%, ende nuk janë të përfshira në tregtinë elektronike. Në këtë panoramë, Shqipëria shfaqet me performancë relativisht më të mirë, pasi 26% e bizneseve raportojnë se operojnë online, një shifër më e lartë se mesatarja e rajonit. Megjithatë, edhe në Shqipëri, 74% e kompanive ende nuk shesin apo blejnë produkte përmes platformave digjitale, çka tregon se potenciali për zhvillim mbetet i pashfrytzuar. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Serbia kryeson listën me 27% të bizneseve aktive në tregtinë online, e ndjekur nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut me 24%. Në anën tjetër të renditjes qëndrojnë Bosnjë-Hercegovina me vetëm 11%, Kosova me 13%, si dhe Mali Zi me 18%, duke reflektuar diferenca të ndjeshme në nivelin e digitalizimit të ekonomive të rajonit. Faktorë si mungesa e infrastrukturës digjitale, kostot e larta të investimit, siguria kibernetike dhe niveli i ulët i besimit në pagesat online vazhdojnë të frenojnë zhvillimin e tregtisë elektronike. Ndërkohë, të dhënat e Ballkan Barometer tregojnë se përshpejtimi i digitalizimit të bizneseve mbetet një element kyç për rritjen e konkurrueshmërisë, zgjerimin e tregjeve dhe integrimin më të shpejtë ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Anketa për botimin e vitit 2025 të Ballkan Barometer është kryer midis 1216 kompanive në të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor.
Prodhuesit e energjisë elektrike do të përballen me rregulla më të shtrënguara sa i takon aktivitetit të tyre. Enti Regulatori i Energjisë ka miratuar një vendim të ri që vendos afat të unifikuar për raportimin e informacionit mbi sigurimin e aseteve sipas kushteve të kontratave për ndërtimin, shfrytëzimin dhe administrimin e centraleve. Enti Regulatori i Energjisë ka miratuar një vendim të ri që forcon detyrimet e subjekteve të licencuara në prodhimin e energjisë elektrike, duke vendosur një afat të unifikuar për raportimin e informacionit mbi sigurimin e aseteve dhe të jetës dhe shëndetit të punojësve. Vendimi përcakton se të gjithë prodhuesit e licencuar të energjisë elektrike do duhet të raportojnë praneres deri në 31 janar të çdo viti informacionin që lidhet me përmbushjen e detyrimeve për sigurimin, sipas kushteve të licencës dhe kontratave për ndërtimin, shfrytëzimin dhe administrimin e centraleve gjeneruese. Sipas arsyetimit të vendimit, detyrimi për sigurimin e aseteve dhe punojësve është i parashikuar si në ligjin për sektorin e energjisë elektrike, ashtu dhe në licencën tip për prodhimin e energjisë elektrike, e cila kërkon që sigurimi të realizohet jo më vonë se 30 ditë nga lëshimi i licencës. Ky detyrim është reflektuar gjithashtu dhe në kontratat e lidhura ndërmjet subjekteve prodhuese dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, në cilësinë e autoritetit kontraktor. Ere vlerëson se deri më tani, praktika e raportimit ka qenë e pa unifikuar, çka ka krijuar vështirësi në monitorimin e zbatimit të kushteve të licencës. Vendosja e një afati të vetëm vjetor synon disiplinimin e raportimit, rritjen e transparencës dhe forcimin e mekanizmave të mbikëqyrjes dhe subjekteve të licencuara në prodhimin e energjisë elektrike. Numri i konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka shënuar rritje të fortë gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të raportuara për vitin 2025, në vendin tonë numërohen mbi 4.000 vetë prodhues të energjisë elektrike që krijojnë një komunitet në zgjerim. Progresi vendit tonë në drejtim të vetë prodhimit dhe krijimit të komuniteteve të energjisë është në nivelin 75%, sipas raportit vjetor të zbatimit të komunitetit të energjisë për vitin 2025. Raporti evidenton se matja neto është aktualisht në fuqi, duke u mundësuar konsumatorëve të instalojnë impjante të energjisë rinovueshme me kapacitet deri në 500 kW për qëllime autokonsumatore, ndërkohë që ndryshimet ligjore të ndërmarra garantojnë përfshirjen e qytetarëve në komunitetet e energjisë rinovueshme, duke ruajtur të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si konsumator fundor. Megjithatë, deri më tani nuk është krijuar asnjë komunitet energjie nga burimet e rinovueshme, thuhet në dokument. Një komunitet energjie është një grup njerëzish që bashkohen për të planifikuar, investuar dhe menaxhuar projekte për energjinë e pastër, që nga pjesa e planifikimit teknik në pjesën se si do bëhet modeli biznesit, instalimit teknologjive, por njëkohësisht dhe mirëmbajtja e tyre. Ai u lejon anëtarëve që të marrin në dorë kontrollin e prodhimit dhe të konsumit, duke ofruar dhe një nivel decentralizimi të sistemit të energjisë. Ekspertët theksojnë se komunitetet e energjisë sillin avantazhe të rëndësishme ekonomike dhe sociale, duke ndikuar në uljen e çmimit të energjisë dhe adresimin e varfërisë energjetike. Ndërkohë, numri konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka shënuar rritje të fortë gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të raportuara për vitin 2025, në vendin tonë numërohen 4097 vetë prodhues të energjisë elektrike, me kapacitet total të instaluar prej 398 MW-pik. Lëvizja vetëvendosja fitoi zgjedhjet e parakohshme parlamentare të zhvilluara të dielën në Kosovë, pasi siguroi 49.3% të votave. Kryetari i kësaj partie Albin Kurti u bëri thirrje anëtarëve të opozitës ta mbështesin në votimin për marrëveshjet ndërkombëtare të kredisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti tha se do të formojë shpejt një qeveri të re, pasi partia e tij fitoi gati gjysmën e votave në zgjedhjet e së dielës, duke sinjalizuar një fund të mundshëm të bllokimit politik njëvjeçar që ka paralizuar parlamentin dhe vonuar financimin kyç ndërkombëtar. Ky votim është i dyti këtë vit në Kosovë, pasi partia vetëvendosje e Kurtit nuk arriti shumicën në shkurt. Muaj të tërë bisedimet të dështuara për koalicion e shtyn presidenten Vjosa Osmani të shpërndaj parlamentin në nëntor dhe të thërasë zgjedhjet të parakohshme.
I call all citizens of Kosova to use their right. Dua të falenderoj qytetarët e Kosovës dhe gjithashtu partitë opozitare për fushatën e tyre, për njohjen e kësaj here të rezultatit të zgjedhjeve dhe pres me padurim bashkëpunimin me opozitën në lidhje me disa marrëveshje ndërkombëtare që janë në pritje. Për tona duhet një shumicë prej 2/3 që përfshin planin e rritjes së Bashkimit Evropian me vlerë 880 milionë euro, 2/3 e të cilëve janë kredi e butë dhe 1/3 janë grante. Pastaj 120 milionë euro të tjera nga 3 marrëveshje me Bankën Botërore. Pres me padurim të vazhdoj në mandatin e tretë si kryeministër i Republikës së Kosovës. Do të shërbej me të gjitha njohuritë dhe aftësitë e mia sipas programit ton dhe me ekipin tim të shkëlqyer për 4 vite të ardhshme. Sapo rezultatet të certifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne duhet të krijojmë shpejt një parlament nga legjislatura e 10 dhe pastaj të formojmë menjëherë një qeveri të re. Ne nuk kemi kohë për të humbur dhe duhet të ecim përpara sa më shpejt të mundemi së bashku. Partia e Kurtit kryeson me 49.3%, kur janë numëruar 99% të votave pasi qendrat e votimit u mbyllën në orën 19. Ai u bëri thirrje anëtarëve të opozitës ta mbështesin atë në votimin për marrëveshjet ndërkombëtare të kredisë, të cilët kërkojnë një shumicë prej 2/3 për të miratuar. Studentët serbë mblodhën firmat në Beograd për të siguruar mbështetje për kërkesën e lëvizjes së tyre për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Lëvizja ka tërhequr mbështetje nga figura të shuara publike që shohin atë si një forcë të re për ndryshim. Studentët serbë mblodhën firmat në Beograd për të siguruar mbështetje për kërkesën e lëvizjes së tyre për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Turma njerëzish përfshirë familje me fëmijë u rreshtuan në tavolina për të nënshkruar dokumente dhe për të lënë të dhënat e tyre të kontaktit në një shfaqje solidariteti me protestën udhëhequr nga studentët. Zhvillimi i aksionit të sotëm është të tregojë shkallën e mbështetjes për lëvizjen studentore, tha një studente me emrin Jana. Ajo shtoi se po mblidhen informacione kontakte për të ofruar përditësime mbi hapa dhe veprime të ardhshme. Lëvizja ka tërhequr mbështetje nga figura të shuara publike që shohin atë si një forcë të re për ndryshim. Mendoj se kjo është një ide madhështore, tha aktori serb pasi nënshkroi marrëveshjen. Kjo lëvizje studentore nuk mund të krahasohet me mënyrat e mëparshme të luftës kundër kësaj qeverie. Kjo është autentike, e re dhe ndryshme nga çdo gjë tjetër. Protestat filluan një vit më parë, pasi çatia e një stacioni hekur udhëzor u shemb në qytetin verior të Novi Sadit, duke vrarë 16 persona. Incidenti shkaktoi zemërim publik për korrupsionin e dyshuar dhe mungesën e llogaridhënies, të përkeqësuar nga mungesa e ndjekjeve penale një vit më vonë. Ndërsa Bullgaria përgatitet për zyrtarizimin e eurës më 1 janar, opinioni publik mbetet i ndarë mbi implikimet e bashkimit me monedhën e vetme. Vendi është përpjekur prej vitesh të bashkohet me monedhën e përbashkët, por data e saj pranimit është tyrë pasi nuk i plotësoi disa kritere bazë. Ndërsa Bullgaria përgatitet për zyrtarizimin e euros më 1 janar, opinioni publik mbetet i ndarë mbi implikimet e bashkimit me monedhën e vetme, ndërsa disa ekonomistë dhe profesionistë përshëndetën këtë veprim si një hap drejt integrimit më të thellë me Bashkimin Evropian. Të tjerë paralajmëruan për sfida të mundshme ekonomike për qytetarët. Çmimet në dyqanet e Sofjes tani shfaqen si në leve bulgar ashtu edhe në euro, ndërsa ka nisur përgatitjet për tranzicionin në vitin e ri. Para së gjithash, kjo do të na integrojë më tej ekonominë tonë, tha ekonomisti Stefan Lukov, i cili shtoi se kjo ishte një domosdoshmëri e fundit pasi Bullgaria ju bashkua Bashkimit Evropian. Të paktën banka jonë qendrore do të bëhet anëtare e plotë e familjes së Bankës Qendrore Evropiane dhe do të ketë të drejtën të marrë pjesë në vendimarrje, theksoi ai. Megjithatë, jo të gjithë bullgarët e ndajnë këtë besim. Evelina Blagojeva, një statiste nga Sofia, ishte e shqetësuar. Unë jam kundër miratimit të euros sepse kam frikë se do të bëhemi më të varfër, tha ajo. Të tjerë thanë se kishte ardhur kohë që Bullgaria të integrojë në monedhën e përbashkët europiane. Mendoj se është e vonuar sepse duhet ta kishim adoptuar euron shumë kohë më parë, tha Ivan Tonchev, një bankier. Bullgaria është përpjekur prej vitesh të bashkohet me monedhën e përbashkët, por data e saj e pranimit është shtyr pjesërisht sepse nuk i plotësoi disa kriteret bazë, sidomos inflacionin. Këtë vendi përmbushi kriterin e inflacionit pasi si 12 mujor u regjistruar në 2.7% në muajin prill, pak nën vlerën referuese prej 2.8%.
Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.